Pas burgjeve, ti fillove në estradë, në Vision Plus. Në Vision Plus. Në Vision Plus me 2 shfaqjet e Vision Plusit, me Alpazarin dhe Fake Alpazarin Coffee. fillova dhe Fake Coffee, pasaj që Po. me një... Sa vjet? Po, afërsisht, ky duhet ishte viti 9. Ky duhet ishte viti 9. Si, do nëse ti me Gonin ke qenë njoft përpara. Shumë. Po. Që në 89, Po. ku... Po, si ndodhi që u lidhe me Gonin për thirrri Goni? Jo, ne ishim në një ditëlindje të profesor Gëzim Hames, dhe ishim një 10 mjeshtrar të mëdhenj me Berdrenik, me... Se të shikton mjeshtrar dhe mëdhenj ka shumë, po. Po them atë tavolinë, kush ishin Leha Bungo, Blushi, i madhi jo, Beri. Kishte, nuk e di tash se si më mirë dhe... Po, ne se ishin 10 njerëz me... Edhe aty ja kërkuan Gonit që... Bile jo ja kërkuan, si duket se njeri u ndjen në njerë, thot, ja i them këti të vi, edhe nuk pranon. Si s'pranon? S'pranon Gjeva. Jo pranoj, thash. Po shumë i të vishje nesër ta. Fillova që bashkëpunimi me Goni, jo me Fake Coffee doli u shfaq më vonë si emision. Po këtë Alpazarin, bile ishte viti 10 që ecë si program. Pastaj doli dhe ky emisioni dyshe se u bë modës Fake Coffee, vëmë një emër. Gjithmonë na thoshin ka kimi, keni kimi dhe shoni shumë mirë, keni kimi. Dhe është e vërtet. Edhe është e vërtet. Në një ndodhe reakcion kimik, thonë ata që s'dele. Gjevo, unë nuk e di për Alpazarin, se Alpazarin nuk e ndikja, po Fake Coffee e shikoja dhe e shikoja me shumë qef. Ishte një humor, jo, do me thënë. Jo, ishit shumë organik edhe kishit kryu atë që thatë ju kimin me njëri tjetrin, edhe sigurisht edhe për natyrën që keni të dy, dhe kur pash që nuk ishe më në Fake Off, që atë ditën se kam pa më Fake Off, jo se para gjykoj atë djalin tjetër se ka ky. Albano. Bile sa i në atë vetën ka qenë shumë mirë kur ishte ke klani, por krijohet një profil dhe krijohet një mark, si me thënë. Për shembull, unë mund të them që kur u prish doktori me ke fix fare. Me fixin, po. Me këtë tjetrin se ka ky. Tashi në janë bërë, se këto ka dyshe. Se tashi ka prapa i fixin e ka diku tjetër. Kur prish doktori me ata i hiku lezeti. Edhe Fake Coffee tashi, paktën në opinionin tim, i ka hik lezeti, nuk është mo. Sepse ju kishit një ndërthurje shumë organike ti dhe Goni. Por pas 9 vjetësh, çfarë ndodhi? Për ma si gjës ndodhi, si duket, çdo fillim e ka një fund edhe... Ndoshta. Pse në duke që ju të dy përposa sa që kishit marrëdhënien në skenë, ju kishit edhe një marrëdhënie kështu shumë private. Kemi filluar karrierën në 89, në 2 kur doli sa. Megjithatë mu më vjen keq, ti po deshe thuje, po deshe mos e thuj, po më vjen keq që është prish kjo dyshe për Fake Coffee, paktën, që nuk e them unë dhe ju e dini se ç'klikime ka pas Fake Coffee. Kështu që çdo gjë kalon, çdo e keq e kalon, çdo e mirë. Jo, po nuk më duket, megjithatë nuk e di çka kanë ndodhur, atë e dini ju të dy, s'doni ta thoni, majni për vete, por i keni bërë dëm paktën kësaj shfaqje Fake Coffee keni bërë dëm. Po. Nuk e ka më atë lezet. Edhe nuk e kam vetëm nga vetja, e kam dhe nga tjerë njerëz që prishin me e pa Fake Coffee, nuk e shohin më. Shumë e vështirë të krijosh një patent të re. Është krijuar ai profili, se krijuar ajo ai imazh. Edhe nuk ishte po ishte imazh që tërhiqet, tash ky riu unë po them kaq të garantoj shko shif klikimet, sa kanë qenë kur e kishit ju Fake Coffee dhe sa janë sot klikimet e Fake Coffee. Unë s'di tap mesazhet jo ty për këto përjetët. Gjevo tashi ju keni pas gjithë të thirrje aty ku ju kërkon AD-u, ku ju kërkon partia. Tashi ku është thirrja tjetër që do të keni? Ku do ta shohim Gjevon? Po oferta ka pasur, po thash të
të kem një periudhë të vogël shu, si çlodhje si e thonë? Çlodhje ose edhe një lloj për të analizuar veten, për të bërë refleksioni, një lloj refleksionit. Kesh një refleksion. Po më mësove ti si japet kjo podcasti jap një edhe unë. Po ke këtu podcastin, hajde ku dush ne. E kam derën hapur. Oh, ti ke derën hapur, la ta lejon, hajde merre ti drejtimin këtu tash. Rrofsh, faleminderit. Edhe unë vi i ftuar. Gjevo, problemi është që ti ke një profil që ke një individualitet që nuk të afrohet njëri. Don, ke autenticitet, ke originalitet, je Gjevo, dhe ke atë humorin e Gjevës që e thuan shumë natyrshëm dhe ta pëlqejnë njerëzit.